Një njeri që e ka prish gjumin, apo e ka thy nefsën e vetë, kojtën e ti për gjumë, ka arë me falë namaz sabahit, wallahi billahi. Po bëj bene Allah zogjet, se kjo është fjallë e madhe, po për mju kazurën si në kësaj. Mi adhon 10 miliard euro, kur që zbën, nëse ke pagu, lirë është ato. Lirë është. Shush më lirë, po ka njerëz e prishin gjumin e ma heret për 200 euro më shkun pun, e pa ata për pun të tërë është. Kush vjen të Allah o gjellë, kush e prish gjumin për Allah, apo lirë është këtë dynjan me adhon ato. Lirë është ato. Pse? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rek'at al-fajr, 2 reqate sabah, që i falë me qëtashti, sa kushtojnë ja Rasulullah, sa i pagun Zotit, nëse dim, që për mësën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa kushtojnë? Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo është fjallë e Rasulullah, 2 reqate të sabah që na i falëm, janë më të shtrejtat e Allahu, mine dunja wa ma fiha. Në mi thonë dikujt, hajde fale sabahin, 2 reqate fali, presh e gjumin për Allah. Edhe fale sabahin, po, krejt botën që ka të japëm, kush asë një herë, prej kër e ka kryu Allahu Ademin, e deri sot, kush asë njerë se ka pas këtë dunjan. E ka pas një kontinent, i ka pas një 10 shtete, ama krejt që ka kanë të më, kush këse ka pas kur. Apo, ti gjdo dit e kite ka Allahu Gjellewala për 2 reqate sabah që i falë ato. Dhe Allahu pagun shtrajt, Allahu Gjellewala pagun shtrajt, nëse ti e thënë vetën për të apëtën. Prandaj miliardat mi adhon këti së në pagun. E që shë pagun të jarab? Fe inë lë gjenne, vetë gjeneti. Vetë gjeneti është shpim për këtë njëri. Nëse shka s'ka, qatë i japë shëma dhe java. Nuk shpaguat. Prandaj, subhanallah, kush të pagun ma shumë sa Allah Gjelle Gjelalu? Ti së qyre ofertën, sot qyre, me ti 3-4 vetë në punë, njëri për të rogën 200 euro, kime punu 15 orë. Tjetëri për të rogën 500 euro, kime punu 13 orë. Njëri për të e ki rogën 10.000 euro, kime punu 2 orë. Ku shkën ti? Njëri me që më edin, hitë s'ka nevoj mulli, që tu. Nëse kush pagun ma tepër. Andaj kush të pagun ma shumë se Zotit. Kush? Andaj s'ki e sopë me ngu kërkën ma shumë se Zotit. As vetën të nësë kërkën eq. Bëne këtë marveshën me Allah në Gjellë Uala, se o Zot, une, ty kom me të adhuru. Une kom me koni kujdeshëm për punë të mija, për fjallë të mija. Madje kom me lonë edhe vetën keq për me të knaq ty. Nga se di se në qëta që e lo vetën keq, në qëta është mirësia jam. Kush qështu e regulon jetën e ti, e për me regullu krejt jetën kështut,